Çka din ti për nipat e Muhamedit alayhi salam, Hasanin dhe Husajnin? Çka din ti? Këto fjalë që po të tham sot, po të tham për me ngjall që ta dy tek muslimanët. E mos mi au fal shia, merrni bani çka doni, na nuk I njohum, nuk dojna me ditë për ta, nuk dojna me një për ta. Argument që nuk I dojna edhe nuk dojna me një për ta, është që kja, çka din ti për ta? Ose dhe maron se kja, çka ke një ti najher prej neve për ta? Kjo është maron, e di, me kas po të tham qështo. E din çka din ti për ta? Mas shumë ti çka din, e din që u kanë të falë njëherë Muhamedi alayhi salam, edhe ju në shku këta dy, edhe I kanë ranë qaf. I kanë hypë në qaf, edhe kanë nejtë Muhamedi alayhi salam në sejgjde. Qëta e din? E para që ka po thamë, aja që ka është ma sigur se kja që ka keni ti, është se Muhamedi alayhi salam u kanë në sejgjde, e Hasani u shku I ka ranë në shpinë, jo të dëtë. Dhe ka nejtë Muhamedi alayhi salam në sejgjde, derisa ka shdryp, Hasani të një u shqu pe sejgjdes Muhamedi alayhi salam. Tjetra që e din muslimant edhe me këta kryet të një ma për këta dy, është se Muhamedi alayhi salam u kanë hytbe, edhe këta dy në shku Hasani dhe Husajni dhe ka marë Muhamedi alayhi salam hopa. E vërteta që ka është të kja, është se u shku Hasan edhe ka marë Muhamedi alayhi salam edhe ka thonë, ma e men qëta. Ka thonë, e ka kap Muhamedi alayhi salam kështu dhe ka thonë, djali jam që kë, është sejjid, është zotri, prers, sejjid. Edhe Allahu me ta nashta ka me I grumbullu dy grupet mëdha të muslimanëve. Me ta, Hasan musliman, I ka përngjall Muhamedit alayhi salam jashtëzakonisht shumë. Aliu, baba I tina, I ka thonë njëherë Hasanit, I ka thonë po kam qef me të pa të majt ligjerata. I ka thonë Hasan, një për Rasulit alayhi salam, çfarë edukate? I ka thonë prezencën tane o bab, nuk maj. Tëne Aliu radiallahu anhu është nalë mas njerëzve, e ka dëgju të majt ligjerat e çfarë ligjerate. Bindja jam të kjo është se Aliu radiallahu anhu për shkak se I ka përngjall Muhamedit alayhi salam shumë. Hasani ka pas qef me një të fol. Edhe kështu, se djallë është nësi me pa, po edhe që I ka përngjall Muhamedit alayhi salam. E kur e ka pa Aliu ka thonë, pasar si Rasulit, ku ka me dal? Pasar si Muhamedit alayhi salam, Hasani. Ebu Bekri u ka njëherë me Aliun, edhe ka pa Hasanin. E kur e ka pa I ka thonë, po sa shumë pi përngjan nebijut Muhamedit alayhi salam, e jo babës tina, pi përngjan babgjyshit tina. Dhe më thonë, Hasani u kanë djall I Fatimes. Fatimja është qika Muhamedit alayhi salam, një për Rasulit alayhi salam. Veç ta po të kalzoj musliman, por me kuptu ti se ti na musliman që të nalmi, dhe më thonë, na nuk e di me që kjo rrit, e di që ka njerës që dina musliman, ma asa e gjanë, kujtojnë që ka që u kry. Hasan edhe Husajni ty të vagël që tu edhe u kry me ta, s'ka ma. Hasan u kanë odhes si muslimanëve, musliman. U kanë odhes si muslimanëve. U kanë imam, zotri I banorëve gjenetit. Janë dy prej zotrive të banorëve gjenetit. Hasan edhe Husajni. Nësot jem të koncentrum të Hasan. Veç po du që në këtë Ramadan me na pa Allahu Azza wa Jall që na I dojnë këta. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, Allahumma unë du këta Hasanin. Duje edhe ti ata që e dojnë këta. Na që këna bo, ja u këna falë. Të bani të në, edhe ata I bojnë ato, që ka I bojnë ato, të pa bazat e tyne, mas pak të që ka mëj me thanë, po thanë kështo. Ato të pa bazat, të pa argumentet e tyne që ka I bojnë ata, I bojnë I këni pane për televizora. Na jo, ama në nënën tjetër nuk e njohëm heq. Hisë njohëm, veç si dy beba që aty dhe ka përfundu. Ama që jënë kanë zotrit banorëve gjenetit, kur ka lindë Hasan, o shku Muhamedi alayhi salam, I ka thonë Aliut radiallahu, ka thonë, qysha këni lanë emnin? Ka thonë Harb, ka thonë jo, ka është Hasan. Hasan është I mirë në besimin e tina, në edukatën e tina, në sjelljen e tina. Jo vetëm se është pasardhës I Rasulit alayhi salam, monet më bë zotri I banorëve xhenetit. Jo kështu musliman, por shkak se është fakt, është kanë pasardhës I Rasulit alayhi salam, mirëpo edhe imani i tina, bindja e tina, veprat e tina, janë kanë nivel për me kanë prej zotrive të banorëve xhenetit. 3 herë
në jetën e tina Hasani, e ka da pasurinë e tina për gjysën e ka dhanë për hir të Allahut Azza wa Jall 3 herë në jetën e tina. Gjysën e ka nal. 2 herë në jetën e tina e ka dhënë komplet pasurinë e tina për hir të Allahut Azza wa Jall. Që ky është Hasan, nipi i Rasulit alayhi salam. Allahu Azza wa Jall na bëf për aty që i dojnë familjen e Muhamedit alayhi salam. Por fon po thamë musliman, nëse të kështert i bajnë ato çmendurijat e tyre në raport me Isën alayhi salam, a do me thonë kjo që na mos të njohëm Isën alayhi salam, të mos e dojmë Isën alayhi salam se të kështert kanë deviju të Isa? Jo, na e dojmë e vlerësojmë Rasul, Nabi Isa alayhi salam. Kështu edhe familja e Rasulit alayhi salam, nëse dikush për njerëzve i merr edhe ban të pa argumente me ta, ban gjona që s'kan bazë kërkon, kjo nuk do me thonë që nësë do të me dash familjen e Muhammedit alayhi salam. Allahu Azza wa Jalla na nimoft, na vëprej muslimanët mirë.